si sot para 7 vitesh lindi Hana, vajza e Gramoz Aliut, këngëtarit të minjohur kosovar, dhe Loredanes, këngëtares me origjinë kosovare, por që jeton në Zvicër, por pas pak kohësh që vajza lindi, kjo marrëdhënie u ndërprer dhe të dy prindrit nisën një rrugë të ndarën, ndërsa kujdestarinë e vajzës e mori mamaja e saj Loredana Mozik. Asnjëherë nuk i shkeputi kontaktet me vajzën e vet, ai e viziton shpesh dhe kontakton edhe kur është në distancë. Kjo dashuri është e pazëvendësueshme për të, edhe pse tashme të dy ish partnerët kanë gjetur partnerë të tjerë me të përshtatshëm për njëri tjetrin. Hana është bere një vajze e madhe e dëgjueshme dhe ka filluar të mësoj edhe në shkollë. I urojmë jetë të gjatë vogëlushës, edhe pse u bekohet që ajo nuk është e pare me baba Mozikun. Ai ka bere një urim drejt për drejt që kjo ditë është e veçantë sepse ka lindur bekimi i tij. Hana, ai ka shpërndar foto me të dhe video ku e vogla shfaqet duke ushqyer kafshet. Me sa duket ajo është një dashamirese e kafshëve. Ne i urojmë të mësoj në shkollë e të bëhet një vajze e mençur. Ajo është një fëmijë i dashur, gjithmonë e flet me gjysherit dhe me Xhaxhi Getin, të cilët aktualisht janë në Ferizaj, qytet i Kosovës, ndërsa Mozik jeton në Kosovë me partneren e tij Lotinen, por shpesh shkon dhe në Zyrich, ku aty ka biznese dhe njëkohësisht shkon për të takuar të voglën e tij, e cila i ngjan Mozikut shumë fare. Ne i urojmë lumturi të vogles pranë njerëzve, që ja do zemra të rritet mirë e me shëndet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.